sa është numri i shqiptarëve në Turqi. Është një prej pyetjeve që vazhdimisht është bërë nga shqiptarët, po dhe jo vetëm ata. Sipas të dhënave zyrtare, numri i shqiptarëve që ruajnë gjuhën dhe atyre që deklarohen me origjinë shqiptare është 1.3 milion me censusin e vitit 2007-2008. Por numri i shqiptarëve duhet të jetë shumë herë më i madh. Të dhënat zyrtare referojnë 3 deri në 5 milion, duke e bërë ndoshta numrin më të madh të komsive të huaja, pra të origjinës huaj në Turqi. Ka disa vite ose disa dallë të mbritjes shqiptare. Të parët janë ata që kanë ardhur që nga koha e perandorisë osmane. Të dytët janë edhe që kanë mbetur. Të dytët janë shqiptarët që larguan nga shkëpimi me grekët e Izmirit nga pjesa e Çamërisë në vitet 20, më pas janë shqiptarët e larguar në vitet 60 nga zonat e ish Jugosllavisë, sidomos nga Kosova dhe Maqedonia e sotme. Pa llogaritur këtu shqiptarët dhe shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë që kanë ardhur mbas viteve 90. 1.3 milion numri zyrtar, 3 deri në 5 milion numri jo zyrtar, me ata që deklarohen me origjinë shqiptare, po që mund të kenë humbur lidhjet me Shqipërinë.